fakte tregojnë që ka të moshuar që vdesin dhe i fusin në frigorifer për të pritur fëmijët që kthehen. Fëmijët janë larguar dhe kanë mbetur vetëm të moshuarit. Ti kesh fëmijët aq shumë larg. E drejtë, kjo qëndron. Janë shumë gjëra. Julia, gjatë kësaj periudhe e ke ndjekur politika në Shqipëri? Do me thënë, si e sheh veten tënde nesër, nëse do të fitosh, unë ta uroj këtë, në parlamentin e ardhshëm? Unë veten në parlament e shoh si një grua, në rast parë, sepse jam një grua, që çoj në parlament gjithë shqetësimet e të përditshmes. Nuk do shkoj atje dhe të them broçkulla nga mëngjesi në darkë edhe të bëj një luftë ndërpersonale me kundërshtarët e mi politik. Unë do shkoj dhe do them gjëja është kjo dhe këto do jenë shqetësimet që do më vinë nga të gjithë qytetarët, a do thua shtja do zgjidhen, gjërat duhen folur. Dhe po u folën një herë, 2 herë, 3 herë, do t'ua thyej atë foltore derisa ti dëgjojnë mirë ato çfarë unë them. Edhe sigurisht që t'i fusin në rrugën e zgjidhjes. Deri aty do shkoj. Deri aty do shkoj. Kur flas ta thyej e kam në kuptimin figurativ. Sigurisht. Edhe fjala shqyr për shkollë që kam të parë më zë vend sepse dita t'i jap tonin e dur fjalës për ato që duhet. Si një aktore. Po si një aktore. Për aktrim. Julia, the pak më herët që para 10 viteve Shqipëria nuk ka qenë kështu. Ka pasur një regres të madh. Në mos gaboj. Ku e sheh këtë? Do të thënë kaq është përkeqësuar gjendja në Shqipëri? Po, shof në lustra, sepse në lustra kjo qeveri që është, ka qenë gjithmonë lustra gjinjë të kësaj qeverie janë të papar, edhe vendet e punës me sa kuptoj i marrin me shumë lustra. Në duket sikur janë bërë ca kulla, sikur janë bërë ca rrugë, sikur kanë ardhur ca makina më të mira në Shqipëri, por ajo që në të vërtetë unë shoh, janë disa njerëz më të ngrysur, me më pak para të atyre që punojnë me punë të ndershme. E disa ka vajtur një garsonjere në Tiranë brenda Ornazës ka vajtur 500 euro. Sot që po flasim. Do me thënë, kjo është çmimi më i ulët, është 500 euro. 500 euro. Kur ti ke po marrë një aktor, nuk po marrë asnjë profesion tjetër, një aktor i cili merr 1 milion e 200.000. 500 euro, 500.000 lekë do t'i japi për banesën, për një garsonjere flasim gjithmonë, edhe duhet jetoj vetëm. Pastaj ke drita, ujë, telefon, që këto të shkojnë tek 150. Pastaj, do kesh, se po e heqim makinën, do kesh ushqime, vesh mbathje, ndonjëherë edhe ilaçe, se çfarë do moshe t'jesh, njëherë do të zëkolla, njëherë gripi, njëherë kjo, njëherë ajo, por do bësh edhe pak qef kur je më i ri, sepse normale është dhe kjo, po do të bësh dhe një palë pushime, të lutem, ma bëj ti mua se si dalin këto para? Se mua praktikisht nuk dalin. Po, për nuk dalin pra, nuk dalin.